Përshëndetje miq të nderuar të ekranit të televizionit Bojën dhe mirë se takohemi së bashku në rubrikën aktuale. Siç e vëreni dhe ju vet, pas me e kam klubin e Taekwondos Besa, vogëlushët vërtet të talentuar, të cilët morën pjesë në një garë, në një turnament i cili u zhvillua në Tiranë, ndryshe i njohur si Studenti Open. Ata vërtet arritën një rezultat të shkëlqyer, si gjithmonë Besa shkëlqen në çdo turnament ku merr pjesë. Neve me kamerën tonë do xhirojmë disa stërvitje të tyre, të cilat po i bën ata gjatë stërvitjeve që i kanë të rregullta, duke qenë se i presin shumë gara në të ardhmen, por nuk do mungojnë as intervistat me më të vegjël si dhe me trenerin për të mësuar më shumë në lidhje me këtë garë dhe rezultatet të cilat ata i kanë arritur. Po, ishte një turnament që e përcjellëm disa vite me radhë, edhe kryesisht është për fëmijë, për moshat vegjël, sidomos edhe për fillestarë është shumë interesant se i jepet çdo fëmijë medalja, pavarësisht nga renditja mbas që bëhet, por ne dolim shumë mirë se llogaritet edhe në fund rezultatet interne, cilat kush cili ekip e ka zënë vendin. Edhe ne ishim mes 3 ekipit më të mira në një grup mosh, morëm 20 medalja. 12 medalja të arta, 4 të gjenda dhe 4 bronzi. Që është shumë mirë për fillim të them, këtë vit kishim garën e parë ishte ajo faktikisht, por tash na vijojnë garat. Me plan është kanë domethënë zërenin, mirë po është në pikë pyetje. Film mbase kem Maribor Open në Sloveni, pastaj vjen në Visoko, pastaj në Karlovac, pastaj kampionati i Malizzi, pra ka mjaft gara që na presin këto 2 muaj që do të vijojnë. Edhe ekipin jem duke përgatitur, shohim tash ata cilë do të tregojnë më së miri dhe ata do të shkojnë në gara. Unë quhem Rina Treshaj. Sa vjeçë je? Unë jam 10 vjetë. Tash sa vite ushtron ti taekwondo? Unë ushtroj taekwondo tash 3 vite. Pse zgjodha pikërisht këtë sport? E zgjodha sepse më pëlqen apo jo? Po. Si u ndjeve kur more pjesë në Studenti Open, dua të di? Unë ndjeva emocione. Edhe sa ndeshje pate, sa kundërshtare? Unë pata vetëm një ndeshje. Në rregull, dhe arrite ta fitosh? Po. Po, ke marrë medaljen? Po. Bravo të qoftë. Dua të di gjithashtu ku ja dedikon këtë fitore? Familjes, trenerit, klubit? Për kë është fitoria? Për familjen. Për familjen. Atëherë të uroj shumë me shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit. Elvina Ljogjure dhe kam 9 vjetë. Edhe ti ke 2 medalje, do më tregosh si more këto 2 medalje, në çfarë? Në pumse dhe në luftë.
Dhe tash sa kohë ti ushtron taekwondo? Tash 2 vite. Pse të pëlqen ky sport? Është i bukur? Po. Të pëlqen më shumë se sportet tjera? Kush është shoqja jote më e mirë këtu? Nora. Nora. Si u ndjeve ti në këto gara? Ishin gara të vështira? Pak. Pak. Unë qëmë Josefa Sonej. Sa vjeç? 12. Tash sa kohë ti ushtron taekwondo? Tani 3 vite. Pse ke zgjedhur pikërisht këtë sport? E kam zgjedhur sepse më pëlqen shumë. Dhe more pjesë në Studenti Open. Po. Shoh që ke edhe një medalje. Sa ndeshje pate? Një ndeshje. Dhe arritet ta fitosh kundërshtarin? Jo. Jo, kësaj here jo, por herën tjetër do fitosh, apo jo? Mirë, shoku i më mirë joti këtu në klubin e taekwondos, kush Po, është? Mateo Vulej. Sa i përket trenerit, je i kënaqur me trenerin? Po. Po. Unë qëmë Mateo Vulej, Sa vjeç? 11. Tash sa vite ushtron ti taekwondo? Unë ushtroj taekwondo tani 4 vite, Dhe pse zgjodhe pikërisht këtë sport? sepse është i sport që më ka pëlqyer që në moshë të vogël. More pjesë në Studenti Open, si ishin ato gara për ty? Ishin do gara shumë të bukura. Sa kundërshtar pate? E paq 2 kundërshtarë. Dhe vendin të cilët ti arrite, cili është? I tretën, Vendin e tretë. Herën tjetër, me cilin vend do na vish? të parin. Jam Asia Pepic, e kam 13 vjetë. Asia, tash sa vite ushtron ti taekwondo? Tash 3 vjetë. Dhe dua të di se si u ndave në gara Studenti Open, cili ishte rezultati jot? Një medal e artë, edhe një medal e bronz. Bukur. Pse të pëlqen taekwondo? Pse të pëlqen ky sport? Është sport i bukur. Faleminderit. Unë jam Zena Hoxhaj, Zena, sa vite u bën që ti ushtron taekwondo? që i vite gjysë. Dua të di sa i përket medaljeve apo rezultate që ti arrite në Studenti Open. Cili ishte? I kam fituar 2 medalje të argjende. Sa kundërshtara pate? 2. 2. Ishte vështirë kjo garë? Po. Po. Sa i përket fitoreve, ku jo u dedikon? Familjes, trenerit, klubit? Trenerit. Trenerit. Mirë, dua të di përse ke zgjedhur pikërisht këtë sport dhe jo një tjetër sport? Sepse më ka pëlqyer kombinimi i teknikës, fokusi dhe disiplinës. Unë quem Liri Dibra, Liri, sa vite të bën ty që je në klubin e taekwondos Besa? që e 11 vite. 11 vite vërtet shumë dhe dua të di se sa e kënaqur me gjitha rezultatet në përgjithësi që ke arritur deri më sot. Po thuaj se jam e kënaqur, por mund të arrij edhe më shumë. More pjesë në Studenti Open, dua të di se cilat kanë qenë rezultatet në këtë garë. Po mora pjesë dhe u shpërbleva me 2 medaljet e arta të vendit të parë. Në cilat fusha? Në 2 disiplinat të ndryshme, po në lufta dhe në pumse. Në rregull. Ishte gara e vështirë? Po ishte pak, por me punim dhe mundim Arrihet çdo shpërblehet. gjë. Mirë, atëherë neve të urojmë shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit.
Shariat! Kjo ngri!